Unë jam përplasur edhe me Len Kaqukën, Komitet Qendror në 1989, kur më thirrën për këtë rrethi. Sepse ishte i paradoks. Kryetar komiteti. Hiqi kryetari i komitetit që kishte qenë agronom, kryeagronom, përgjithë sektori, kryetar kooperative. Edhe deri sekretari i komitetit partisë për ekonominë, se ka shku bujqësia keq, e përpasoj furnizimin i popullit, e dove më rosha unë një inxhinier që s'kisha haber që është bujqësia. Të thirrën zyrë Len Kaqukën? Po. Dhe kundërshtove aty? E kundërshtova në zyrë. Po çfarë tha? Më tha, me stvarë, pas shumë debatë, më tha dilë pak jashtë, majti ishte... Të dhuri për jashtë, Po, më zori jashtë bashkë me drejtorin e kuadrit. Dhuri jashtë? Më zori jashtë në paradhomë. Si ishte Len Kaqukën? Për si që e ke njohur? Jo, unë se kam njohur fare. Po, më njohur, e kese nuk ashtë... Jo, se kam njohur. Se kam njohur, unë. Po si ishte? Ishte ditur, kishte... Apo isha shumë si që thosh? Ma tashi, ajo ishte sepse vitën, ajo e marsim të lartë ishte, kishte drejtu edhe ekonomi bujqësore në Lushnjë, kishte drejtu partinë në Lushnjë. A ishte mjelse? Po, fillimisht shumë ka qenë, dhe nga punëtorë kanë ardhe jenë bonë... Jo, si mori diplomën, e? Ishte për diplomë? E ka marru shkollën, E marru shkollën? Po, ka marru shkollën, absolutisht. Sa jo nga mjelse u bë atër bërës politik? U bë kryetare kooperative, pastaj nga aty u bë sekretare pare Firit, nga sekretare, falje Lushnjës, nga aty ka Jo, ajo të kishte tjetër arsye, duke qenë shumë mirë ju në moshë, ajo mendonte se çfarë është ky. Edhe majti ishte kryetari i rrethit që do lëvizte me pyet. Edhe atëherë masi e pyeti ata më thirri mua përsëri, edhe më tha, tash i tha, nesër do bën mbledhja këshillit edhe ti nuk du të kundërshtosh në këshill se ndryshe ke pasoja. Edhe unë i thash, po, do them fjalë për fjalë që thash ty dhe them në këshill. E sigurisht pastaj atëherë nuk ishte rastet rralla që po i merre i vendim mo të zbatohej. Kishte rastet rralla që të tërhiqej. Nuk po mor vendimi du zbatohej. Po? Tashi, vim tu tashi këto rrethë sot. Këto 300 sot të gjithë kërkojnë. Thonë që të kërkosh të bësh karrierë do të jesh i herë shumë mjaft në profesionin tat. Do të kesh dhënë kontribut në profesion. Pastaj do të kesh dhënë kontribut në aspektin shoqëror, në aspektin partijak, në aspektet tjera. Mos i mërti. Që të ngrish në përgjithësi. Këto sot të shikë... Duan dhe ministër. Me këte unë nuk jam. Nuk mund të zgjidhë tjetëri veçanërisht në nivelet larta drejtuese pa një përvojë. Pa një përvojë të mirë profesionale, pa një përvojë të mirë shoqërore, pa një përvojë të mirë politike, dhe pa një përvojë, pa një karrierë në fushën e drejtimit, aty ku të shkojë. Sepse vërtet ke aparate, vërtet ke këshilltare, vërtet ke gjithë tjerat, po në fund e që vendos është titulari, a i merr vendimet. Jo, unë them dhe gazetarëve të rinj, zoti Dodaj, që dikur Partia Socialiste, kur për të emëruar një ministër, bënde mbledhje kryesie, transmetohej live, kishe 3 kandidatura, deri 3 kandidatura, dhe votohej. Është vërtet. Ndërsa sot, çdo prezent që është në sallë, çdo personazh që është prezent në sallë, e merr vesh e bëhet ministër siç e marr vesh unë që dëgjoj, shikoj televizor dhe ju. Tani, si është kjo? Ka disa raste që mund të ndodhi kështu, po jo gjithmonë, sepse unë jam i bindur, sepse kam parasysh edhe veten time. A mund asnjëherë që jam ngrit në detyrë, pa më thënë që kemi menduar me çu këtu. Po tani patë ata gjithë atje, Ministrin e Drejtësisë që s'dinte asgjë, kandidatja për kryetar bashkisë s'dinte asgjë. Ndodhin këto. Po jo, çka ka ndodhur me demokracinë në PS? Po nuk është mirë të ndodhi kështu, edhe këtë po them, nuk është mirë të ndodhi kështu. Është mirë që të ndodhi sepse në atë kohë ne as i ministër nuk vendosej pa marrë dhe pëlqimin e grupit parlamentar. Grupi parlamentar është strukturë politike e PS-s. Tani, për ta mbyllur këtë se do fillojmë fotot. Si ka mundësi që Partia Socialiste nuk është më, ju thoni që nuk është më demokratike se atë? Jo, nuk është, unë thash, ka ndryshuar kohët. Atëherë po ta bëj pyetjen direkt. A është Partia Socialiste sot më demokratike se sa Partia Socialiste në kohën e nënës? Do të përgjigjemi çik ndryshe. Do të them që përfshirja dhe respektimi i institucioneve që nga baza deri në qendër sot nuk respektohen si u respektoheshin në kohën kur partinë drejtonte Fatos Nana. Çfarë do thotë kjo që Rama është autokrat? Kjo do thotë atë që ne kemi nevojë që në Partinë Socialiste, po në parti tjera, po kur them për Partinë Socialiste, ne duhet të luftojmë që zhvillojmë sa më shumë demokracinë e brendshme në parti. Dhe po nuk bëjmë këtë, edhe demokracinë pastaj në zhvillimin e vendit do të vijë me pasojë, do vijë me efekte. Edi Rama mund të ketë të drejtë të thotë ty, nëse do ishte kështu, o Viktor, më falej, po të drejtove emër,
Unë e kam drejtuar Partinë Socialiste në 4 fitore. Ndërsa ju mezi fituat 2 mandate kështu, domethënë cop ishte i dyti. Edhe këtu mos harrojmë që edhe individi e ka meritën e vet. Ka meritë Tirana? Absolutisht po. 4 mandate kishe parashikuar në që do. Kur? Unë që jam këtu dhe që jam, po thënë, jam fanatik i PS-s, unë më se 2 mandate nuk isha parashikuar Tirana. Po si arriti ai? Edhe kur kam marrë tretin, kam shpëdëgjy dhe në të katërt kam thënë nuk e di, na i çudi. Dhe po them edhe si e ka arritur? E po them i fund çka kam menduar unë. Kur vajti në Vlorë, që vajti lumin e Vlorës, që ulte sofra lumin e Vlorës, edhe që shkruajti ato dhe varianti ishte 78-88. Po. I thash unë asnjëri nga këto nuk i dalin. Janë llogari po baqefin aty të lumit të Vlorës. Edhe i doli i dashur 83. Po jo, po pse? Bravo i qoftë. Ka aftësi? Se ka një kali gjë. Çka ka? Adi s'është. Edi Rama ka gjë që bravo i qoftë, edhe unë ja çmoj shumë. Ka anën pozitive, edhe po dush t'i them edhe pozitive. Sepse ai është jashtëzakonisht punëtor. Ai që ditën që marrojnë zgjedhjet, kur kanë marrë zgjedhjet me 11 ai ashtu mendu për 29. Ne i karikon shumë mirë strukturat të partisë, i karikon shumë mirë njerëzit, se thonë këto për patronazhistët flasin këto PD-s. Ore, patronazhisti është norma, është rregull, e bën gjithë bota këtë punë. Jo, PD se bën. Se bën PD. Kush? S'di të bëj. Ç'e di bëjmë në PD s'di të bëj? Pastaj unë po them, socialisti që je Viktor Doda. Ç'e di bëjmë PD-s ta. Pastaj unë po them një gjë tjetër. Atë që ka thënë vetë Sali Berisha. Që? E pyetën një herë Sali Berishën që po sillesh ashpër me opozitën, nuk po i lënë as hapësira si gjë. Edhe u shpreh kështu. Opozita thash për të respektuar, po për të mundun. Po PD-ja çdo parti lufton për të mundun kundërshtarin e vet. Edhe i dira më këtë punë, bravo i qoftë. Okej. Foto e parë? Këtu jam në shkollën e mesme. Këtu jam në shkollën e mesme në Rubik, në teknikumin e Rubikut. Me zgadi do të kem qenë në vitin e 3 ose të 4. Po? Unë kam marru në Rubik, bërbile mu bursa më ka dalë për gjimnaz në Rëshan. E ke bërë gjimnaz? Jo, s'ka bërë gjimnaz, ka bërë vetëm i vit gjimnaz. E kalove në shkollën... Se pastaj u dha një urdhër që nga në Rubik ishte hapdeka metallurgjisë teknikum. Edhe urdhër nga Ministri i Arsimit që nga gjimnazi, na ishte 2 klasë, edhe njëra klasë do kaluje për gjeologji. Edhe unë e donja gjeologjin, edhe kalova në gjeologji. Pastaj ka marrë në Rubik. Këtu? Kush je këtu? Edhe jo, këtu jam fakultet. Këtu kemi qenë në një praktik në... Ku je këtu? Këtu ju si vlezër të tërë? Këtu kemi qenë në praktik në Kaqinor, mos gaboj. Kush je një ai? Unë jam këtej, ato janë shok tjerë. Po sa ngjanë me njëri tjetrin. Po, edhe kemi qenë në Kaqinor. Këtu në fakultet në? Ishte në praktike mësimore në Kaqinor të mirë. Sepse janë çadra ato, ë? Çadra, po aty flinin. Aty flinin çadra. Me një pedagog tonin që unë e respektoj dhe përshëndes nga studia jote, Jorgo Vlaho, i burri shkëlqyer. Se e mban mend? E mbaj mend për shumë gjëra. Çfarë i dedikohesh? Ai ka marruar në Bashkimin Sovjetik në 60. Ka punuar 10 vjet në Kuks dhe në 70-ën ka ardhur pedagog. Edhe ai ishte jo vetëm ishte pedagog si gjithë tjerët. Orlan sfera pedagogëve që kam gjetur në fakultet gjeologji, që kishin marruar gjithë në Poloni, në Bashkimin Sovjetik, ato janë të papërshtatshëm. Në kapacitete shkencore, në metodist në dhënien e mësimeve edhe njerëzor, tërësisht njerëzor. Foto tjetër. Këtu? Edhe këtu jam shkolla e mesme, në Rubik. Kjo është godina e shkollës. Atë ju jeni ai aty, me duart aty. Unë jam këtu me xhaketë që jam këtu përballë meja, po. Si ishte shkolla, sepse ky ishte e specializuar për gjeologji, shumica e këtyre shkollin shkollë të lartë? Një pjesë dërmuese po, kush ishte mesatar? Po ata që mbaruan mesme? Punon teknik. Punon teknik në minier. Kishte zell, kishte dëshirë që të punonin minier? Patjetër kishin se punonim gjeologji, se na kena marrë për gjeologji. Gjeologji po, kishte në kërkimin e mineraleve në uzinat. Të gjithë ne këtu kemi marrë me dëshirën tonë. Ne gjithë ishte në gjimnaz, këtu që jemi këtu, të gjithë. Shkollë të mesme. Çfarë viti jeni këtu? Edhe këtu do të jemi nga viti 73. Jo, vit 2, vit 3? Jo, në vitin e 3. Vitin e 3. Po. Shumë e çuditshme. Ishin gjithë nga Rubiku apo? Jo, ishin nga gjithë zona, nga gjithë Mirdita. Matura parë ka qenë nga gjithë Mirdita, kurse maturat e dyta mrapa kanë qenë nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. Edhe nga Tirana kishte.
Qa thua? Po kishte nga Tirana, po kishte nga Shkodra, kishte nga... Po që ishte kjo dëshirë për të punuar në gjeologji? Po ishte në shkolla profesionale, ishte meteorologji, ishte gjeologji, ishte miniera, ishte... Dhe vini nga Tirana mësonin në Rubik? Po, në Rubik, nga Tirana. Foto tjetër. Këtu? Tu në fakultet. Po? Tu në fakultet, kena qenë grup shoksh, edhe këtu mos gaboj, kena dal përballë nga ana anësore, më duket, e filologjisë. Kjo është filologjiku? Po. Po, zonit e filologjiku ju, apo i shqitafër? Kena historit bukur që në thoti pedagogi Joni, një burri shkëlqyre, Anton Grashdani, kanë rojet njës past. Edhe mund kemi qenë e ditë pushimi, po nga i herë në kur fakulteti Joni ju dini, ishte në kodër në këllë. Po rrishim aty në edhe, sa shkoshim mësim, vëroni 5 minuta, në thote profesori, hyrim mësim filologjiku, po profesor, hyrim mësim edhe. E kishit shumë filologjiku, ne e kuptova. Foto tjetër. Këtu janë disa student? Këtu janë student që bojnë praktikën po të gjeologjisë. Unë e kam këtë nga një reviste e kohës. Këto mund t'jenë dhe t'huj. Jo, këta janë student shqiptar. Që bënin praktikën, po ajo që më habit gjithmonë edhe bëra këtë pyetje që ishte kjo që të rinjt kishte dëshirë të studiojnë për gjeologji, për inxhinier, dhe të shkonin bënin praktikën, punonin për male në... Që t'jemi sinqert, jo të gjithë kishin dëshirë. Ishin sasja e drejta studimit ato i lidhë dhe nuk kishin nga të shkoshin. Kurse unë po thë për veten time, unë e kam patur me pasion, unë çdo dek tjetër po m'jepi unë do shkonja. Po jo, kishe nga ata që praktiksin pastaj se do? Po, edhe kishte, vit parë kur kam qenë në fakultet, ne kishte gjithsesi 15 vajza. 10 u larguan, vajtën ke ekonomiku, 5 ngelen. U thoshin Uritha... Uritha i thonë atyre që punojnë minjerës. Po jo, edhe e kështu fakultet. Po kështu anë mërte, edhe si fakultet. Foto tjetër. Kjo është uzina Bakrit Rubik. Tani më foli qik për mineralin e Bakrit, që nëzire e tje, po edhe për punimin e ti. Po, që them të gjitha, realisht rrethet që kanë rezerva më të mëdha të Bakrit janë Puka Mirdita. Bakri ka dhe në Shkodër, ka dhe në Rëhovë, sasia dhogla ka pas edhe në Borrell për venet tjera. Dhe politika kohës atëherë për shfrytëzimin e lëndëve të para ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Lese që nuk ka qenë gjë e keqe në sistemin e para 90-s. Edhe unë me këtë nuk do pajtohem kur. Se bëhemi pa besueshëm. Do të themi çfarë ishte e mirë dhe çfarë ishte e keqe. Dhe ndryshe nuk kemi të... Të nuk e bën për nostalgji? Jo, nuk e bën për nostalgji, këtë e bëj për realitet, se e kam jetuar vetë atë realitet. Atëherë na trego, si ishte me minerali Bakrit? Në Mirdit, edhe në rrethet tjerë, se ka patur metallurgji edhe në Kuks edhe në Laç, metallurgji Bakri. Po, ma kompletuar e nini ishte në Rubik. Në Rubik. Pra, gjeologjia kishte për detyrë kërkim zbulimin e rezervat mineralit Bakrit. Minierë kishte për detyrë shfrytëzimin dhe pasurimin e tij, ato që ishin të pasura i qonte direkt për shkrirje, metallurgjinë e Rubikut, pastaj nga metallurgjia kalonin në këtë uzinë, dhe ato që ishin të varfër u pasuronin dhe kalonin koncentrat deri 18%, deri 22% bakër, dhe përsëri vinin në metallurgji. Briketoheshin, bashkin si të briketura, ose bashkin aglomerat, si i thonë teknikisht, ngurcohej dhe hidhej në furrë. Edhe prodhohej bakër. Atje prodhohej bakër blister. Edhe italian për herë të parë në Shqipëri kanë prodhuar bakër blister. Në cilin vit? Nga viti 40, jo më parë, apo 38. Kur ndërtua kjo uzinë? Kjo uzinë është ndërtuar, ka fillu punën, prova ka filluar në 67-ën dhe përfundimisht me çdo kapacitet punë 68-ën. Kishte rezerva të bakrit shumë? Sa ishin? Absolut, kishte rezervat bakrit sa duk, se unë po të thë vetëm një shifër. Në para vitit 90, prodhimi mineralit e bakrit ka arrit deri në 1.200.000 ton. Në Shqipëri. 1.200.000 ton? Që edhe kromi ka qenë 1.200.000, 1.300.000. Dhe çfarë cilësie ishte ky mineral? Cilësia ishte nga ajo që lejonte teknologjia kohët, 0.5% e lartë. Që do thotë që është mirë? 0.5% e lartë. Dhe për çfarë përdorej bakri këtë mineral? Atëherë ky bakër, masi u prodhonte bakër blisht në Rubik, kalonte në uzinën e Rubik, u prodhonte bakër blisht edhe në Kuks edhe në Laç. Në Laç u prodhoshin edhe anoda, kurse në Rubik pastaj u prodhonte bakër elektrolitik, që ju merrshin të gjithë elementet tjere, ari, argjenti, selan, telur, e tjere, edhe pastaj bëhej një pjesë eksportohej, një pjesë bëhej bakër vajër bashkë, si thonin, kallet. Eksportohej ku?
eksportoja shtetit. Ku do këtë kishte? Ku do këtë kishte? Jo, ti e di shumë mirë. Në Kinë, në Gjermani, në Suedi, në gjitha kërkoni? Po si se kërkoni? Kërkoni, no? Po si se kërkoni? Sa paguaj? Sa ishte çmimi? Atëherë ka qenë çmimi i bakrit ka pas shkuar edhe deri $2,200 për ton, edhe $2,500 për ton. Ishte konsiderueshme për Po, ekonominë? pas era, nga vitet 90, pastaj nga fundi viteve 90, ra shumë, ra deri në $950 dhe ma pak. Para konjunktura, sepse ndodhen ndryshime gjithë lindjen. Për çfarë përdorin bakrin tonë ata jashtë? Bakri jonë tash, ato përdorin për telat holle, shumë të hollë, për elektronike, tjerë ishin problemet e tyre për çfarë përdorin. Kurse ne, pastaj përfundimtari i kene shkonte në Shkodër, në uzinën e telave Shkodër, që ajo ishte ndërtuar nga kinezët. Atëherë unë do të pyes për atë, po tani rrim pak këtu, më ngacmove me atë që thatë që kishte edhe përbërje të arit edhe të argjendit. Tani si ishte bakri? Si funksiononte kjo pjesa e arit dhe argjendit? Domethënë, në mineral ku brenda bashkë me ari dhe argjendi ishin të lidhur, i themi në genetikisht me bakrin. Aty ku bakri ishte shumë i lartë, edhe ari ishte i lartë. Edhe argjendi përpasoj. Aty ku cilësia ishte e ulët, por kishte edhe specifikime ku cilësia ishte e ulët, ka parasysh për latin vendburim që kam punu unë, edhe bakri ari ishte i lartë. Dërshon të. Kishte. Si e nxirri ju floridin dhe sa flori është nxjerrë për Florin nxjerrë në proceset metallurgjike, kuptohej që kur derdhej bakri i blister, bashkë me të derdhe ari, kuptohet se ari ka peshë specifike të lartë, bashkë me barakën dhe ngilten ai qëndronte në kallepët e bakrit. Kur shkonte në uzinë pasi bota rafinimi përmes elektrolizës, bishin shlamet poshtë të gjitha, dhe këto shlame, bashkë me shlamet që binte edhe ari, kur hiqin gjitha pa pastërtitë e bakrit. Se bakri dilte me 99.99% bakër. Pra 1% ngelej, 0.1% ngelej pa ari. Ajo ishte flori? Jo. Kishte edhe pjesë tjera që merë. Gjitha pjesë që binin shlame. Dhe ky shlam pastaj merë dhe e përpunohej në një repart, që quhet elektroliza dhe reparti i elementeve të çmuar. I vendoseshin kështu në ato legjet. Ku prodhohet ari dhe argjendi. Aty. Dhe aty pastaj aty. Sa prodhohet? Sa ar është prodhuar? Mesatarisht në rubik nga 67 deri sa shmyll janë prodhuar rreth 200, mesatarisht 180-200 kg në vit. Dhe ar në vit dhe shuma totale që ka qenë këtë 2.5 ton ar, që është 2.5 ton ar. Po, atë depozituar në Bankën e Shtetit. Tani kjo depozitohej gjithë në Bankën e Shtetit. Çfarë bëshin lingota? Ishte lingota o bote që atje. Bëhesh atje? Po dhe i sillin edhe vite këtu depozitohet këtu. Pastaj këtu Rudina ka bën një mision me kimistin që e ka shoqëruar bakri, atë arin tonë ka qenë në Zvicër. Inxhinieri kimist i uzinës Rubikut, Nikol Marku, që atëherë ai ja depozitoi gjithë në Zvicër. Tani, një gjë nuk kuptoj, ata persona që merreshin atje që nga nxirrja e floririt edhe deri te bërja e lingotave. Funksionoi gjë ata? Në minier, në fabrikën e pasurimit dhe në metallurgji nuk ishin çami bën ato asaj sepse ai ishte nuk ishte pasuruar. Nuk ishte i pasuruar, se nuk e kapin dot se do të teknologji. Në uzinë po, në uzinë Rubikut ishte ndryshe puna. Ato ishin njerëz të certifikuar nga çdo pikpamje edhe me një sekret të jashtëzakonshëm që nuk guxoshin as të flitshin, as të bënin ndaj veprim tjetër, që kontrolli ishte tepër rigoroz, dhe unë që isha kryetari i komitetit, unë atë raport një herë kam hyrë në jetën time. Mirë. Po ç'ishin këta njerëz? Kaq besuar? Ishin ndershëm? Ishin shumë të ndershëm, ishin me turne, mos kujtoj. 3 turne? Me 3 turne. Edhe natën, ë? Po 3 turne. Ore, po si ku i gjetët atë të ndershëm? Shqiptari ishin këta më? Ai kishte forma sa dush për t'i mbajtur aty, sepse kishte institucioni shteti që i kontrollonte gjithë. Patët ndonjëherë në një ngjarje që dikush ka bërë tentativë? Asnjëherë. Tash unë po të them vetëm një rast që ta kujtosh. Po? Një inxhinier joni aty, një shoku to, nuk du t'i za emër, i shefi pal skelet syzesh metalik, po që kishin fillu të ciflosën. Edhe i thot, mi jep, thot, ti laj me argjent, ti rregulloj, ti laj me argjent. Edhe ja mori, ja la me argjent, nuk ma e fjallë, mi la me argjent. Edhe aty u bon pak zhurmë, sepse i ka bon, tek i ka bon, ti të ruaj, shoku i një shketi, ti këthe dhe i herët e laborator, ti a heq argjentin. Po që ishe kjo ndryshmëri? Nuk të falte kush në të kohë. Par kishte edhe ndërgjegje, po kishte edhe kontrol, rëpsisht nga gjithë strukturët e shtetit. Po që bëhen sot foto tjetër? Që bëhen sot me minierën? Me gjithë? Kjo është elektroliza. Këtu ndje ari? Këtu binte ari poshtë, sepse kishte solucione acid sulforik të... Qa foto të kam gjetur?
Është shumë bukur e ke gjetë. Ka marrë malli? Po, shumë. Unë kam hyrë disa herë këtu. Edhe këtu poshtë, këtu janë vaska gjitha, aty binte nga solucion, ishte anot katot, edhe për mes rrymës elektrike të vazhduar, pastaj bakri kalonte nga katoda kalonte në anot, element tjerë bini gjitha poshtë në shllëm, edhe aty u mblidhin dhe shkonin kjo elektroliza e arit e argjendit. Po edhe argjend, ëh? Edhe argjend. Argjendi ishte në sasi më të vogël? Më të madhe, shumë më të madhe argjendi se sa. Shumë më të madhe argjendi. Bie 10 herë më shumë se sa apo 20 herë më shumë se sa ari. Këta ishin të ndershmit e Mirditës? Jo, këto ishin elektronistë, kishin që t'i banin e arit. E reparti tjetër. Tjetër, ti që ke hyrë një herë vetëm ti. Po, aty kam hyrë një herë. Vetëm një herë vetëm. Vetëm një herë. Po atëherë pse u futë? Jo, dosha ta shoh se pati mi përplasje herë me Shkodrën në përcilsinë e Bakrit, edhe unë vizitova gjithë repartet e uzinës. Foto tjetër. Po kjo? To është metalurg. To është metalurgjia Rubikut. Ktu poshtë laboratori. Përpara qendrës së simulacionit thotë atyre, parti rafinimit. Po. To janë të uzinës, po ato janë të metalurgjisë. Në Rubik gjithmonë. Në Rubik gjithmonë. Po këtu më gjen si ata si kombinati Elbasanit. Po shkoj që metalurgji ishte ajo. Metalurgji. Metalurgji ishte furr, vetëm që ishte furr vatar xhaket. Po këtu laboratori? Këtu është laboratori. I mban mend këta persona? Po si mbaj mend? Si kanë emrin? Të gjithë. Jo, atë lart të kanë vënë që kanë marrë, këtë mbaj mend, kjo Merita Tabaku, ne mbaj mend laborantë. Ose e bukur kjo. Edhe këtë e maj me ndo frokun, këtë i qoshi. Ja, e thot aty, nduhe froku, thot aty. Po, jo, nduhe froku, po. Ja, e thot aty, nduhe froku. Këtë i qoshi ta nduhe froku. Po ata ty zotrinja aty, se inxhinier aty tjenë. To, se nuk i kujtoj. Okej, foto tjetër. Shumë interesante ka. Po këto, në uzinën e telave. Tu mbaron, the ti, cikli. Tu mbyllet cikli. Ua, po si ka mundësi kjo Shqipëria ka që vogël, mbyllet ciklin në Bakrin? Pra, ajo qeveri që ne shajmë. Ai sistem. Ai sistem, ai kishte disa gjëra shumë të mira, sepse bënin një cikël të mbyllur gjithë Bakrit. Përveç se futi fuqi punëtore, përveç se civilizoi edhe zonat thella, që atë ku vinin njerëz nga gjithë Shqipëria punonin atje, edhe vinin kulturë, vinin inxhinier, vinin teknik, vinin gjithë Shqipëria, por merrte edhe të ardhur ekonomia. Dhe kjo uzina telave, që prodhonte tela dhe kablo të gjitha llojeve, edhe tension të lartë, tensioni të ulët, për instalime elektrike, eksportonte një sasi tela të holla shumë të hollë, u shkatërru komplet, se nuk punon, por keni parasysh gjithë industrinë e ndërtimit në Shqipëri, sikur të gjithë telat e kabllat ti prodhonte kjo uzinë. Dhe sot e kësaj dite ato janë më rezistent se gjithë llojet e telave të kabllave që importojmë ne sot. Absolutisht. Çfarë mbulonte uzina e Shkodrës, prodhimi i uzinës së Shkodrës? Prodhimi mbulonte gjithë nevojat e vendit për kabulla, për linja elektrike, për instalime elektrike, të gjitha. Dhe eksportonin dhe jashtë? Edhe jashtë eksportonte. Çfarë cilësie ishin telat e Shkodrës? Të shkëlqyer. Të shkëlqyer. Pse nuk u mbajt kjo? Pse u shkatërrua? Nuk u mbajt sepse Roland në Shqipëri ka ndodhur një çudi e madhe dhe mas e keni dëgjuar avokat Ngjela që thotë ku shkon 500 fabrika uzina. Jo, avokat Ngjela e ka thënë këtë, por në një mënyrë se e kam pyetur edhe këtu. Po. Zoti Berisha më ka pranuar që në parlamentin, se unë e them shpesh këtë, në parlamentin serb, Shesheli u ngrit dhe tha ku shkuan $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë. Dhe Miloševići tha janë shkatruar gjithë fabrikat dhe uzinat. Dhe Berisha ka pranuar që është veprimi i UDB-s. Pse se ndaloi? Kush? Pse se ndaloi? Pse si shkatërru ku qenë te njëjti gjë bënin ato edhe para. Pse si ndaloi Berisha? Si ndaloi se s'do, se në masi i pëlqej për t'i bërë kështu. Sepse që kur Po. Ja ta them unë, ti mund të më thuash më ekstremist të thuj çfarë dush. Ore i dashur, që kur erdhi në pushtet, erdhi jo terapin shok, po shok terapin. Të shkatërrojmë që gjë, se e ka ndërtu komunismin të tërë të tjera. Të shkatërrojmë dhe forët e Bukës. Po, gjitha u shkatërrojmë. 500 uzinë në fabrikë. Pjesë e dërmon se u shkatërrojmë. Di që në Mirditën time janë thyr gjithë dyqanet e fshatrave. Edhe fshatarët ngelen për 5-6 vjet ngelen nuk kishin blenin 1 kilo makarona. Po pse? Sepse kështu e ma $20 milion. Ma teoriarën ato. Edhe nëse ka gjetë vend $20 milion, ka gjetë vend pikërisht ke Sali Berisha, ke qeveria Sali Berishës. Se s'ka mundësi ta shkatërrosh vendin të fortë. S'ka mundësi ta shkatërrosh. Edhe unë jam i këtij mendimi që po, ka gjetur vend. Le të më akuzoje kur doje, të më hedhim gjyqet, bëj çfarë doje. Absolutisht ka gjetur vend. Si ka mundësi ti je president, ti je kryeminist, ti je ministër, e të lësh vendin shkatërrohet këtë farfeje. Edhe ne kemi faj mbrapa pastaj, kur erdhët mbante shtatën që duhet i frenonim shumë gjëra. Nuk i frenon. Frenon diçka po jo të gjitha. Po mirë, mund të rifillonte uzina e Shkodrës dhe miniera e Bakrit dhe uzina e Pasurit? Absolutisht po. Po pse s'u bë? E morin koncesion i kompani turke kur kam qenë unë. Po. Edhe në momentin pastaj unë ika dhe nuk u monitorohej. Nuk monitorohen gjërat këtu këne.
Do nuk monitorohet privati. Nuk monitorohet privati vëllai. Jo ka kushte në kontratë, do bëjnë shteti, do bëjnë shteti, do bëjnë shteti, nuk monitorohet. Sepse korruptohen. Dhe çfarë ndodhi pastaj me edhe ai nuk prodhoi fare, tash nuk di ç'bëhet me të, se nuk jam interesuar se ç'bëhet me uzinën e tij. Uzina Rubikut ka ngel vetëm thjesht si gërmall, ajo që thuhet tash se do bëhet uzinë. Ka ngel vetëm anë ndërtimore, që do bëhet tash uzinë për armatimin, se kur do bëhet nuk e di. Nga Bakri aty, po Bakri është, kemi rezerva Bakri? Kemi rezerva Bakri. Po punon në Mondelli kompani turke, punon në Spaçi kompani turke. Bakri nxjerrin ato, e bën koncentratë nxjerrin jashtë shtetit. E shesin. Kurse industria jonë është shkatërruar komplet. Po mirë, po edhe kërkimi i mineraleve këtu është problem, sepse kisha në vendin që jeni ju, kisha një shkencëtar shqiptar në Amerikë, Niko Qafoku, i cili tha, këtu nuk kërkohet, tha, se këtu mund të ketë edhe litium, tha. A ka litium këtu? Po, ka shenjë për litium. Çfarë thua? Po, ka. Se ai tha nuk e di. Ka shenjë për litium. Se sot tëra makinat elektrike punojnë. Unë kam qenë drejtor i shërbimit gjeologjik, ka një objekt në vendin, po ja u them, në qarkun e Gjirokastrës, që ka punuar ligjësi kompani private edhe ka zbulu shenja, ka zbulu litium. Ti po i lajm të jashtëzakonshëm. Edhe këtë e din të gjithë. Që është baza e baterive të makinave elektrike. Po, dhe ai shketi, ai bani e zbulin nuk kishte mundësi ma. Po pse shteti nuk merret me këtë? Se ky është pasuri kombëtare. Sepse masa duket nuk mungojnë mundësitë financiare, nuk e di, por atë punë që ka bëjnë sistemi i parë në kërkimet gjeologjike të naftës, të mineraleve të ngurta i gjë, është e parritshme. Po mirë atë kohë kërkonit edhe, se ju jeni inxhinier gjeolog, kishte ar dhe minerari Shqipëria në atë kohë, sepse unë kam pasur... Kishte? Ku ishte? Se s'kishte, dhe gjitha zona. Ar kishte bashkëqyrus, nuk kishte vendburimi safiari si që ka Afrika. Apo si që ka Rusia. Që ka minerari. 100%. 100% ari. Po ari i bashkëqyrus. Po ku në Shqipë? Ka pas, për shumë ka qenë i minjerë që ishte qëqyrur me arsenopiritin në gjazojt e Lezhës, që punon të e ka zbulu gjeologjia ka punu Rubiku, pas të e ka zbulu gjeologjia e Tiranës. Tjetër? Ka pas në Babje, në Librasht. Tjetër? E pastaj i shoqëru me këto... Po ajo në historia e Tomorricës që unë kam pasur një specialist? Jam marrë me zotin Dervishi, Berbile, ka bënë dhe një emision. Aty është punuar, ajo që thohë që janë i thesari i madhe gjithë ka punu gjeologjia e Tiranës, sigurisht ka punu deri në vitet 90. Para 90-ës? Para 90-ës, pastaj u shput, nuk ka punu me gjatë, sigurisht që duhet vlerësuar. Duhet vlerësuar? Duhet vlerësuar, absolutisht po. Po s'ka gjë, çdo gjë duhet vlerësuar. Jo, e di pse bëj këtë pyetje, se këtu bëj një buje madhe për atë naftën në Shpirak. Tani ti je inxhinier gjeolog, sigurisht që ti si inxhinier nafte, po inxhinier gjeolog jo se kam jurë për naftën, Si është ajo histori? Problemi i Shpiragut realisht nuk e ka zbuluar as shelli as kompanitë e huaja. Shpiragu ka zbuluar që në vitet nga mbesi viteve 70 mos gaboj, që ka qenë Sqepuri. Qafa e Sqepuri? Sqepuri, aty e bën shpimi i parë. Dhe gjeologu që ka projektuar shpim, ai ka kërkuar që të shkojë sa më thellë. Shkoj deri 5500 metra, me sa duket kapaciteti i sondës nuk ishte për poshtë, por gjithë faktor gjeologjik ishin që aty ka naftë. Edhe sa metra? 5500 metra, ma thellë. Do dhe gati 9 km gjysëm? 5500 metra. 5500 metra. Edhe gjeologu... Sa duhe? Ai duhet shkonte, ai kërkonte që shkonte deri 6000 metra, që të shpoj shellin. 500 metra? Po, mirë, po nuk e mante edhe kapaciteti i sondës, si kishte kapaciteti i sondës. Edhe atëherë u dha ideja që mirë, këtu kemi rezerva nafte, ishte prognozuar për naftë, por u mur vendimi ishte edhe politik dhe i qeverisë që ne kemi naftë, ta lejmë për i kohë më vonshme. Wow. Pra, tash unë po them dhe gjatë tjetër. Unë kam qenë zëvendës ministër dhe ministër i sektorit që kam mulu gjeologjinë, kam mulu naftën e gjitha. Unë kam pritur dhe kam përcjell me qindra ekspert, delegacione e kompani private. Të gjithë kur vinin atje thonin, në fushën e gjeologjisë, qoftë të vendburimit mineraleve nxehtëror, qoftë në fushën e naftës, ju keni specialistë të mrekullueshëm. Ne nuk u japim dot mend në këtë fushë, pra nuk u japim si shkencëtar. Ne mund të japim laborator, ne mund të japim pajisje teknologjike, sepse ajo dhe ishte vjetëruar, ishte solda. Po dhe përmirësohet teknologjia gjithmonë. Pra ne gjeologë shqiptar kanë qenë edhe meritën kryesore që kanë nisë punën në Shqipëri, kërën e kanë rusët. Rusët, do ta pranojmë, t'i vije mirë, t'i vije keq. Duhet të jemi mirënjohës? Duhet të jemi mirënjohës? Absolutisht po. Po? Absolutisht po.
sepse deri në vitet 61 të gjithë vendburimet e pare që janë zbulu, po them dhe mirë ditën time, me Kurbnesh, me Spaq, me vendburimet e naftës i kanë zbulu rusët. Dhe gjeologët tonë që studion atje, qoftë në Rusi, qoftë në Poloni, qoftë në Çeki, erdhen jashtëzakonisht armatosur, me dije shumë të mira profesionale, në 60-ën ikën rusët edhe gjithë barri u meti gjeologëve shqiptarë. Edhe e justifikuan me shumë profesionalizëm, me shumë njerëzillik, me shumë devotshmëri. Dhe u specializuan pastaj gjithë në perëndim, në Itali, në Francë. Dhe një gjë këtu, si ka mundësi zoti Doda që ne që kemi një vend kaq i pasur me minerale dhe jemi nga vendet e fundit më të varfër në Evropë? Po. Foto tjetër ndërkohë. Tash ne absolutisht ne të gjitha pasuritë tona minerale e nëntoksore, gjitha natyrore, ne i nevlefsojmë dhe shfrytëzojmë shumë keq. Tash, ai sistemi i parë e kishte vend bakrin në linjë që nga kërkimi e deri në produkt përfundimtar. Ne shesim natyrë, na shesim mall natyrë pa përpunuar. Na shesim edhe naftën, shesim në brut, kur kishim një rafineri atje në Duhet të kishim rafineri? Patjetër, duhet të kishim mirë, u amortizua ajo, ndërtonim tjetrën. Jo se nuk kishte amortizuar, kinez na kërkuan ne me $20 milion, thanë ja u bën parametra bashkëkohor. E nuk u pranu. Shkoj ju privatizoni njëri anonim atje rafineria e Ballshit. Ishte krim ekonomik. Si ta bëjnë këtë punë? Si mund ta bëjnë këtë punë? Edhe sot nafta jonë e gjitha, edhe nafta sot ka probleme bankrësi që s'pagun detyrimet tatimore, dhe gjithmonë me humbje. Nuk monitorohet. Nuk monitoron as strukturat e bazës, as AKP-ja, as tatimet. Sepse ato bilancë i miratojnë tatimet gjitha. Edhe në buxhet nuk hyn asgjë. E kuptoj. Rrshen. Po. Qyteti Rrsheni, qyteti administrativ që ka filluar që nga viti 49 apo 48, se ka qenë fshat. Edhe ai që ka vendosur me barë këtu, ka qenë Bardhok Biba. Ai e ka vendosur? Po, Bardhok Biba në atë kohë ishte sekretari i parë, ishte në Shpal. Dhe e vran. Edhe në 49 në është vra, fatkeqësisht është vra, edhe pabesisht është vra. Kush e vran? E vran në bandat e maleve. Edhe urdhën e ka lëshu kushëri i vetë, nuk Pjetër Gjemarku. Po mi, pse ka akoma debat për këtë ngjarje? Kjo më bën çuditë. Debatet në Shqipëri, ne edhe po të thush tash që unë isha ke Ronaldo, ke Qafoku, do thotë tjetër, jo ishe, jo si ishe kur jemi prezent. Kjo mendja jonë shqiptarëve. E vran, po pse e vran arsye? E vran absolutisht e vran vetëm sepse ishte në detyrë që ishte edhe nuk ishte, sepse ishte Gjemarka edhe ky. Kushëri kishte Gjemarka jonë. Vetëm se ishte me komunistët? Vetëm që ishte përparimtar i kohës edhe vetëm pranë e vran. Lesis tonë pastaj, jo, kishte gjake, kishte këte, kishte asti gjak, kishte gjak, ati kishte, me pari kishin vra vlajnë e ti. Ja kishin vra. Ka marrë madhe për Rrshenin? Shumë, shkoj disa herë. Jo, ti shkon se ti shkon Rubik e shpinën, do të pjesu dhe për Rubikun, po. Ka marrë madhe, se ke qenë kryetar komiteti. Po kam një disa... Na thuj gjë që e ke bërë dhe e krenarë, dhe kam bërë unë këtë. Jo, në Rrshen nuk mund të them që kam, sepse unë kam jam bërë kryetar rrethi në fund të 89-ës. Që kishte marrë funda e punë. Shqyqyr që marrëm ca pallate që ishin ndërtim, sepse nuk mund të bënim gjanë tjetër, se kishte marrë fund gjë gjanë. Foto tjetër. Ku kam dalë minjerë. Ku je këtu? Tu do t'jemi në Munell, minjerën e Munellës. Po që duhet i veshur kështu si? I veshur si ishte nën tokë, që hinë nën tokë. Sa metra ke qenë nën tokë? Vetëm galeria horizontale është 1000 metra. Qa thua? Përveç horizonteve të tjera. 1000 metra? Po, edhe këte ka kompani turke, të di specialistët, këtej Zefleshi është metalurg, aja tje Kujtim Gjoka është i gjirë minjerë, dhe kemi qenë bashkërisht në Munell, kemi hynë minjerë për të pa punimet. E frikshme është? Në atë kohë kam qenë, mos gaboj, kam qenë zëvendës ministra. E frikshme është ti? Për mua jo. Nuk është, s'ke fare fobi? Maj men që kur hyra në Munell erdhe ambasadori turk. Po? Për ta pasë, e ka kompani turke. Po? I thash mos hynë në tokë, thash, unë jam i profesion, jam sot hynë në tokë, ti mos hynë. Jo do hynë, tha hyni. Dhe kur doli, a ishte jurist në profesion. Kur doli, atje ke dhoma që u gjveshëm, i thash si të duk. Jam shumë i lumë kërë tha që nuk e kam atë profesion. Po dhe tjetër. Po këtu?
Këtu ka qenë 40 vjetori në marrë gjeologjike të Rubikut. Me Coca-Cola, me Sprite, me Fanta. Po, ishte një koktej, ky këtu është drejtori i përgjithshëm, ka qenë i gjeologjisë, ky është ish kryetari i kësaj sindikatave Kastriot, si e ka... Po. Aja që mes me drejtori i përgjithshëm është drejtori i Nërmarrjes, ka qenë, kurse ato janë inxhinierë. Këtu edhe ky ka qenë drejtori i institutit dikur. Foto tjetër? Të japi Madheu sa më shumë minerale. Po, kjo ishte parullë. Një poster, kam gjetë një poster, që në atë kohë ishte kështu lajmotivi i gjithë jetës të sektorit tuaj, po ndoshta edhe që realisht e ndihmuan ekonominë e Shqipërisë, sepse vitet e 10 shkatërrua Shqipëria, si ka mundësi? Absolutisht e ndihmuan, dhe po them që nga të gjithë peshën ekonomike kryesore në industri e mante nafta, kromi edhe këto mineralet, industria rëndë. Gjërat fillon të venitin, pastaj gradualisht, sepse edhe sistemi filloi të... Ky është Rubiku, 1137. Po, Rubiku. Ja, pra, në kohën italianëve. Po? Më thuaj diçka për këtë qytet, se ti aty nga Rubiku je. Ky qytet edhe ky ka qenë fshat deri në vitet 30, në vitet 30 italianët zbuluan minierën e Rubikut, Bakri ishte cilësisë shumë të mirë, shumë të lartë. Po, ata e zbuluan. Pastaj ka qenë Boriç, ka qenë mos gaboj, ka qenë i jati Loro Boriçi që ka marrë, ka qenë ortak me italianët. Babai Loro Boriçit? Me sa mbaj menon ka qenë babai Loro Boriçit. Edhe ka fillu pastaj shfrytëzimi, përveç Rubikut, pastaj ka shfillu edhe një minierë tjetër në Derven, që në atë kohë ishte bërë teleferiku nga Derveni dhe vite mineralit Rubik. Edhe kanë fillu, kanë ngrit metalurgjia parë që kanë ngrit deri në vitin 44. Në 44 është nërprej, pastaj ka fillu përsëri në 46. Foto tjetër?